Sot News 24 shënon 23 vite jetë, më shumë se 2 dekada punë, për kushtim dhe besim të pandërprer në një mision që s'ka qenë asnjëherë i lehtë, të thuash të vërtetën pa frikë dhe të informosh publikun me integritet. Ne sjellim çdo informacion në kohë reale, duke i falenderuar dhe duke i qëndruar publikut në çdo moment. Jeni ju forca që e mban gjallë lajmin e vërtet dhe të pavarur dhe e bën televizioni News 24 liderin e padiskutueshëm të informacionit në vend. Që nga dita e parë e transmetimit, ky televizion ka qenë një hapësirë e lirë për fjalën, për qytetarët, për ata që trokasin në dyert të mbyllura, një zë që nuk është përkulur as përballë presioneve politike, as përballë vështirësive ekonomike, as përballë sulmeve të hapura ndaj gazetarisë së pavarur. Për 23 vite News 24 ka qenë në zemër të çdo ngjarjeje të rëndësishme në vend, ka raportuar me përgjegjësi, ka dhënë hapësirë për çdo zë qytetar dhe ka ruajtur me fanatizëm standardin e gazetarisë së balancuar dhe të ndershme. Kjo histori nuk është ndërtuar mbi emra, por mbi njerëz. Gazetarë që punojnë ditë e natë, redaktorë që mbajnë peshën e çdo lajmi, operatorë që janë në terren në çdo modë e situatë, teknikë që sigurojnë që zëri i vërtet të mos shuhet kurrë. Edhe pas sulmeve të fundit, përfshirë presionet e hapura nga strukturat shtetërore, largimit arbitrar nga redaksit, News 24 tregoi se pavarësia nuk është vetëm parim redaksional, por pjesë e ADN-së së tij. Falvendosmërisë dhe besimit të palëkundur të botuesit zotit Irfan Hysem Belliu, News 24 u ringrit në një moment kur askush nuk e besonte dhe shumë kush do të ishte dorëzuar. Aty ku tentua të shuhet zëri i pavarësisë, lindi një energji e re, një forcë që e bëri redaksin më të bashkuar, më të guximshme dhe më të sigurt në rrugën e saj. Ky vendim për të mos u dorëzuar ishte më shumë se një akt menaxhimi. Ishte një qëndrim moral dhe profesional që i dha kuptim të vërtet fjalës liri mediatike. Ky televizion i ka mbijetuar kohës sepse nuk është lidhur me pushtetet, por me publikun. Nuk ka kërkuar favore, por respektin që buron nga profesionalizmi. Sot në 23 vjetorin e tij, News 24 nuk feston thjesht një përvjetor, feston besnikërinë ndaj publikut dhe qëndrueshmërinë ndaj një ideali që e vërteta, sado e vështirë të thuhet, është gjithmonë më e fortë se çdo presion.